prit këto temperaturat e larta, por nuk po na pëlqen kur po na vinë me ndryshime drastike dhe kur po e kemi një të nxehtë afrikan aktualisht në vendin tonë, që mund të shkaktojë probleme shëndetësore apo jo? Po, momentalisht në Ballkanin Jugor, ku qoftë Kosova dhe Shqipëria bëjnë pjesë, nga ana gjeografike momentalisht po përjetohet vala e parë të nxehtit veror, prandaj dhe temperaturat janë rritur në mënyrë drastike, duke qenë një rrezik goxha serioz, mund të themi, për shëndetin, sidomos të kategoritë më të ndjeshme të popullatës. Kështu që nga ana mjekësore duhet të përgatitemi të gjithë, mund të themi, por sidomos të moshuarit, fëmijët dhe të sëmurët me sëmundje kronike si diabeti, zemra, tensioni i lartë, këta duhet të jenë ata që duhet të jenë në hije, të kujdesen më shumë dhe të jenë të parapërgatitur për këtë valë të parë të verës. Si të kujdesen, si të parapërgatiten këta persona, cilët ndoshta e kanë më problem temperaturat e larta dhe rezistencën ndaj tyre? Është shumë mirë që sot në këto orar të freskët të mëngjesit, për gjithë ata që na dëgjojnë, është mirë që të sensibilizohen kush janë simptomat e para faktikisht që shkakton inxehti dhe temperaturat e larta. Pjesa më e madhe e të moshuarve fillojnë me dhimbje koke, kanë marrje mendësh, fillojnë që të kenë si ndjenjë nauzeje dhe të vjellash, dhe ndonjëherë kur matin termometrin dhe masin temperaturën, shohin që shkon temperatura e trupit deri në 39 gradë, edhe pse nuk kanë infekcion ose shenja të tjera, ftohje të tjera me radhë, kjo vjen vetëm nga ngritja e temperaturit të trupit, sepse ambienti ose vala e të nxehtit është shumë e lartë dhe trupi, sidomos i një të moshuari, nuk e arrin që ta uli me ato mekanizmat e djersitjes e tjera me radhë. Kështu që gjëja kryesore është që mos t'i neglizhojnë këto simptoma të para të nxehtit dhe të shkojnë qoftë tek mjeku ose edhe me familjarët të konsultohen që të kenë mundësi që në momente që tani jemi ora e paradites, por që nga ora 11 e paradites dhe deri në orën 5 pasdites është temperaturat më të larta dhe në këto temperatura ata duhet të sillen shumë herë më ndryshe dhe të kujdesen për një hije dhe për temperatura sa më të ulta të ambientit. Nga ora 11 deri në ora 5 të pasdites t'i ndjekin sa më shumë hijet dhe ambientet më të freskëta që mos të ekspozohen. Mirë, por në dietën tonë, çfarë duhet kemi parasysh, sepse e shohim që në këtë periudhë kohore na mundon goxha shumë dhe ushqimit që e konsumojmë dhe çka e nevojitet trupit më tepër, çfarë të menjanojmë nga dieta jonë? Është shumë e vërtet që ajo që ne konsumojmë, qoftë në formën e lëngjeve dhe të ushqimeve, është baza kryesore që ne furnizojmë trupin me të gjitha ato elemente që kemi nevojë për të qenë, mund ta quajmë, të fuqishëm kur bëhet fjalë për përballimin e nxehtësisë. E para është logjikisht ujë. Pra duhet të konsumojmë sa më shumë ujë, sa më shumë lëngje, në mënyrë të tillë që të evitojmë dehidrimin, sepse e dim të gjithë shumë mirë, jo vetëm të moshuarit dhe fëmijët të vegjël të cilët të dehidrohen në një kohë rekord, mund ta themi, por edhe ne adultët e shëndetshëm që nuk marrim as edhe një medikament, në momentin që harrojmë që në temperaturat e drekës ku është më nxehtë, të mos pim lëngje, të mos të pim ujë, atëherë automatikisht e shohim që lëkura jon fillon jo vetëm që të thahet, por ndjejmë dhe një dhimbje koke, një marrje mendësh deri në gjendje të fiktit mund të shkojë nëse nuk pim mjaftueshëm. Prandaj kryesorja mbi të gjitha është marrja rreth 3 litra në ditë. Sipas peshës trupore që kemi të gjithë, mund të varojmë nga 2.5 për gratë deri në 3 litra, ndërsa burrat nga 3 litra dhe sipër, duke kontrolluar gjithmonë edhe medikamentet patjetër për ata që janë të sëmur kronik të zemrës dhe të tensionit, të kontrollojnë edhe peshën trupore, pra ka pacientë të cilët nuk mund lejohet të pinë më tepër se ç'duhet, por më pak do çonim automatikisht në insuficiencët e veshkave, pra veshkat thahen, jo vetëm lëkura, por dhe veshkat dhe të gjitha organet e brendshme. Kështu që ju lutem të pini mjaftueshëm lëngje edhe atëherë kur nuk kemi etje, është shumë e rëndësishme, sidomos të moshuarit, se ato nuk e kanë ndjenjën e hetjes dhe harrojnë. Dhe dyta pastaj janë të gjitha ushqimet, të cilat qoftë sallatori, qoftë domatja, pra fruta dhe perimet, të cilat ju japin vetëm vitaminat dhe antioksidantët që kemi nevojë në këto temperatura të larta, por edhe këto gjellëra tradicionale që bëjmë ne në Shqipëri dhe në Kosovë që janë me shumë gjithmonë të pasura me shumë lëngje. Mirë, ne gjithmonë kemi në fokus
gjeneratat e reja në këtë rast, por edhe më të mushuar që ndoshta janë më të ndihshëm, por ju bukur e cekë doktoreshe duhet patjetër kujdesen të gjithë, konsumojmë të gjithë ujë, sepse të gjithë mund në një farë mënyrë mund të atakohemi nga këto temperatura të larta. Po duhet ndalim pak tek fëmijët dhe veçanërisht tek nënat e reja, çfarë duhet të kenë ato në fokus, sidomos ato nëna që tashmë kanë lindur fëmijët e tyre të parë dhe fëmia e tyre po e përjeton këtë verë për herë të parë. Shumë faleminderit për pyetjen, pasi është kategoria më e rrezikuar. Foshnjat sidomos, të sapo lindura, dhe fëmijët deri në 1 vjeç janë grup mosha më e rrezikshme kur bëhet fjalë që për hir të humbjes së shpejtë të lëngjeve, ato brenda jo orëve mund të quajmë, por edhe minutave mund të shohim se si trupi i tyre dehidrohet duke shkaktuar dhe një rritje të temperaturës së brendshme të trupit dhe duke çuar madje në ato shquetrat goditjet epileptike, pra fëmijët e kalojnë edhe me sistemi nervor, pra me dëmtime të sistemit nervor, në qoftë se ne nuk japim lëngje mjaftueshme dhe për hir qoftë edhe të një infekcioni të lehtë, të një diarreje të lehtë, këto fëmijë shndrohen në urgjenca nga gjysmëmorshin në gjysmëmorshin tjetër. Prandaj këto nëna të reja që mbas edhe nuk e kanë shumë eksperiencë me fëmijët e tyre të vegjël, duhet të jenë shumë të vigjilente, mund ta quajmë që të kontrollojnë në çdo orë nëse lëkura e fëmijës është akoma e butë, që nuk është komplet e thatë, nëse fëmia është i përgjumur, kur një fëmijë fillon dhe bëhet në një orar jo të drekës, jo të gjumit, fillon dhe nuk reagon, duket komplet apatik, mund ta quajmë, atëherë këto janë shenjat e para që ky fëmijë është i dehidruar, prandaj duhet ta piq qumshtin, duhet të kontrollohet temperatura e trupit në mënyrë të tillë që mos të shndrohen në urgjenca spitalore, sepse ndodh shumë shpejt, jo vetëm me fëmijët foshnjat, po dhe me fëmijët që mund të jenë edhe 1 vjeç edhe më pak, dhe mos harrojmë dhe gratë shtatzana, të cilat po ashtu janë shumë gratë shtatzana për hir dhe të statusit të tyre që tensionin e kanë është çdo lloj rasti të ulët, pjesa më e madhe se ka dhe disa që reagojnë me tension të largjes shtatzanisë, por të dyja situatat kërkojnë një dehidrim të vazhdueshëm të nënës dhe të foshnjës që është në barkun e të shtatzanës, të dy kërkojnë vazhdimisht lëngje, kështu që ato duhet të mbrohen nga orari i drekës, mos të dalin në diell, të qëndrojnë në ambiente të kondicionuara, pra me ajër të kondicionuar, duhet të veshin, këtu flasim për gjitha grup moshat, pastaj për sidomos shtatzanat, veshjet jenë prej pambuku në mënyrë të tillë që të ajroset lëkura dhe të ulet përmes edhe veshjeve disa gradë temperaturave të rritura të trupit dhe të kujdesen shumë që të mbrojnë lëkurën me diellin, mbrojtësat e diellit, sepse edhe përmes lëkurës, sidomos fëmijët dhe shtatzanat e humbasin lëngjet shumë shpejt. Mirë, faleminderit shumë dhe shumë mirë që i cekët dhe shtatzana, sepse unë sarë do që i shoh gjatë verës, disi ndjej pak një keqardhje për to, sepse është goxha munde me pas gjithat pesh, me mbajt dhe me zhvillu një bebe brenda, edhe me temperatura rreth 40 gradë, me të vërtetë është besoj një periudhë shumë e vështirë për këto nana dhe çdo këshillat janë shumë të nevojshme, veçanërisht kur vijnë nga profesionist shëndeti sikurse jeni ju, Aurora. Ju uroj që ta kaloni këtë valën e parë të nxehtësisë me sa më krah të lehta mund ta quajmë dhe sa më shumë lëngje. Ju faleminderit shumë që keni